Unë kom lind në një fshat të thellë Prishtinës, edhe në një familje normale, jo me ndaj aktivizëm të lartë ose ndaj punë të lartë shtetërore. Babi është marrë me bujqësi, mami jam vise. Po të dytë, sidomos babi ka qenë ai njeri shumë vizionar, që pa na kritiku, pa na bërtis, si fëmijë në atë periudhë, ju ka bërtit fëmijëve. Babi na ka mësu me kriju ëndrat e tona, edhe na mësu me besu në ëndrat e tona. Unë e di kam qenë dikon moshën klasë 7, edhe kam qenë shumë sigur që kam qenë gazetare. Klasë 7? Po, kanë nërë mësafir të familje, dhe ta kemë parasysh që kam jetu në Katon, jo në Prishtinë. Edhe atëherë dhe më kurar këtë dikush mësafir, dhe që kam po gazetare, pak më shqefshim ata po, hajtë se. Kështu më kanë thonë edhe mu, më zë kitë. Po, unë kam qenë ashtë sigurt për e asaj moshe, që kam qenë gazetare. Çfarë përqenë të në atë moshë? Kur së më ka pëlqy moderimi me këtë respektin për së të kolegë moderator, gjithmonë ka pëlqy gazetaria hulumtuse, gazetaria që del gjurman, sjell të vërteta në pa, edhe ndryshon historitë e njerëzve, i ndihmon atyne që nuk kanë zonë, më zonë i tyne. Gjithmonë kam pas atë ëndrrën dëshirën me qenë krahu i njerëzve që ka nevojë, edhe uroj që kam arrit dhe kam arrit tutje në këtë drejtim. Edhe të dy prind kanë qenë ata që më kanë mbështet pa kushte, me këta mundësit e tyre ekonomike që nuk janë qenë të mira, sidomos pas luftës, nuk janë qenë kushtet ekonomike të familjes për shkak dëmeve të luftës më të mirat në botë, po që më kanë mbështet. Dy momente është që nuk i harroj asnjëherë, sidomos prej babit, është kur unë deri në klasën e 8 e kam kryer shkollimin fillor në fshat, në Dabishec, ka qenë një shkollë e vogël, me pak nxënës, me pak perspektivë. Edhe babi ka insistuar që në klasë në antë do të më shku në qytet, sepse për ndryshe s'mësh më regjistru në gjimnaz me një shkollë prej ku vjen nuk pranohesh në gjimnaz, që është shumë normale, edhe shumë e mundshme. Edhe babi ka qenë ai që ti do të më shku në gjimnaz, sepse kemi shku tutje. Edhe ditën kur kam arë në qytet për me fillu shkollën, babi ma pa të thënë një fjalë që mos e harro kur për çka jetu ardhë. Nuk jetu ardhë është me kry në shkollë, sepse vetëm për me kry një shkollë, me kry shkollë mesme nuk është shtire. Kry një shkollë, mandej jetat përplas në disa. Po mos e harro për çka jetu ardhë, ëndrat e tua. Dhe ajo ka qenë në atë kohë se ku marrë shumë me thonë drejtën me menja, po manej gjatë viteve, ku më rikujtu 100.000 herë atë fjallë babës, kur kam qenë mas për toke, që në aspektin personal, familjar, të karrierës sidomos, ka qenë ajo fjallë e babi që kom thonë e di për çka kom marrë, sepse për marrë në klasën 9 në qytet, më ka dash më nda 2 vite prej familjes. Ta një spjegoj edhe pëse. Ndërsa hera dytë kur babi, po ashtu më ka jap një motiv shumë nalt, ka qenë, unë në vitin e parë të fakultet nuk u pranova në fakultetin e shtetit në gazetari. Për gjysë pike, as gjysë pike jo, edhe kur shkova me pa testin, edhe ja pik dalke që e meritoj, po që nuk u pranova, edhe dëshprova me thënë drejtën shumë, më regjistrova në fakultetin letërsis, po nuk është që unë dësha të bëhem letrare, apo një ose gjusë letrare dhe të vazhdoj tutje, edhe ëndra ime ka qenë gazetaria, edhe ishte gjatë verës, të shiku në televizion në mes të marketingu të reklamave, shkon të marketingu i AB-s, kolegjit AB, profesori Adi Krosta, të spjegu çka afrojnë për studentave, ku mund të arrin studentët e gazetarisë, çfarë perspektive kanë, edhe isha hup të shiku atë reklam. Do më kisha pas hup të shiku, sepse ishte diçka që unë e kisha ëndër. Edhe babi tha, përfundoi reklama, tha, nëse regjistron, tha, e kryen. Shumë, babi si kena mundësi, s'kishmi mundësit financiare, me thanë drejtën më të mira në botë, ishin edhe 3 fëmijë pas meje që ishin në proces të shkollimit, edhe se cili fëmijë kupton gjendjen financiare të familjes vetë. Sidomos gjeneratat e tona jena pak ma mirë kuptuese ndaj prindve. Tha, jo, tha, ti ta tregom, a e kryen fakultetin nëse e regjistron. Tha, për pjesën financiare, tha, unë e di qysh e siguroj. Që në kupton të me 2 fish ma shumë punë në fshat, punë fizike, 2 fish ma shumë lodhje, që më siguru mu fakultetin privat. Tha, po, pa hezitim. Edhe babi tha, shko njësër, tha, marri ishe hane njësërët, tha, marri tha dokumentat, fakultet shtetit, dërzoj në gazetari, edhe vazhdo tutje. Edhe ka qenë, fali asaj fjallën, një mësët Kaltrina Regjepi, Dragusha gazetare,
që ku marrë 8 çmime në gazetari, ku punu disa hulumtime në sferën e drejtave të njerëzit, a ku më bë mjaftueshëm, mendoj që jo, kur s'bëj mjaftueshëm, po që ka qenë ajo shtysë e